këta kur kanë bo krime, kanë marrë drogë, para se me bo krime. Edhe sot e kësaj dite që 26 vjet i kom këta shprica, i kom këto. Do më thonë, fill mas lufte, jo kom qeni interesu me pas dishka me rujt, me pas gjurmet e krimit, e gjurmet shka na kanë bo të krimeve. Jo mundu me bashku, edhe këtu kur jom këthy në shpinë teme, kur jom këthy, kom gjetë shumë gjona, sepse këtu në vra shumë njerëz në vra, i kanë marrë këto gjonat e familjarëve, i kanë marrë. Edhe unë një pjesë, kur u ktheva këtu, gjeta municion, gjeta gjonat luftës, shumë gjona gjeta këtu, si kishin lënë policia, se kanë najtë këtu një muj ditë, kanë najtë në shtëpinë time, masa najtë kur në dalë për këtu, ja kanë qitë flakën, edhe unë atëre kom punu me pasunu këtë muze. Unë ju mundu, po si shaj fuqishëm, se kemi pas tenka, kemi pas gjona ushtarake si Serbisë, si metën këtu, e ne jëm shku në Prishtinë, jëm shku, ju kom bon apel t'i marim që to shka e në metë, gjonat luftës, tenka këto, ta gjejmë një vend, e t'i rujmë këto gjona, si ja kem marë anëmikut, kanë pas shumë vlerë. Edhe nuk kënë gjenje kush i murën për hekurishta, tenkat. I murën në atë kohë, i murën njerëzit për hekurishta, i coptun, edhe për do me thonë si na kanë shku shumë gjona për pa i rujt. Unë ju mundu me rujt, me bashku, kom gjona të rëndësishme, për mejen që të une, kërkush nuk ka ma shumë zona se une. Se edhe jom dëshmitar. Do të thënë gjithë këto që po i shohim janë edhe të serbe, por ka edhe të shqiptarëve, apo jo? Ka edhe të shqiptarëve, sepse këtu janë myt njerëzit, janë masakru, edhe këtu kanë met gjurmët. Une, kur jom ardhë një herë këtu, në shtëpinë time, visha në mramjet, edhe kur janë nisi NATO e me bombardu, janë ardhë 3 gazetarë gjerman, edhe mi kanë lënë 50 mark, ata mendojshin si jom me familje, ku ki familje, thash Shqipni. Vetën unë nuk isha ka rri këtu, viqerdha me marrë vesh, mi ura vlaz në mrapa. Edhe mi kanë lënë 50 mark, thanë mos u mërzit se do të vijmë apet me të vizitu. Edhe tha priton më ardhë me ne, thash jo më, kemi shku në që 3 kondëshin që tu tash ku është, ku janë marrë njerëzit. 3-4 keset në elonit, si i kemi mush me dokumenta, me letër njeftime, me pasaporta, me certifikata, me dokumentat personave, si kanë marrë ata me veti. Do me thonë edhe bota e din këtë 27 prilin se shka u bo. Do me thëmë po shohim që ka edhe shumë plumba, cilë besoj që janë shkrepur, po të njëjtën ditë, po shihet që ka edhe shiringa, gjërat cilat ju mund na thoni më mirë se për çfarë i përdornin, sigurisht që po dihet për çfarë i përdornin, por do me thënë ju i gjetët të gjitha në afërsi të shtëpisë suaja. Une kur jam kthy, kur i kom pa këto shpricat e injeksioneve e këto, unë kom menu një herë se kom marrë, aty nuk e kom studiu mirë, ku erdha të e këshyr, i shkon një farë për shok, i shkon me drogë. Do me thonë, une atë dyshova si këta kur kanë bo krime, kanë marrë drogë, para se me bo krime. Edhe sot e kësaj dite që 26 vjet i kom këta shprica, i kom këto gjonat si kom gjetë këtu.